shkasi për te. Ti pa drejtë sepse ti nuk kritikon. Ti jo vetëm këtu brenda, po ti edhe jashtë, ti edhe jashtë nuk ke të drejtë. Mali Vishati, ti edhe jashtë nuk mundesh të kritikosh njeri për gjëra të tilla, sepse je i pisët në maksimum. Nuk ke lënë gjë pa pranuar. Diplomën e kam ofenduar si më e madh. Ti zotri çfarë do bësh? Nuk e lën gjë pa pranuar. Kur ti ku mali çfarë do bësh? Zotri jam për mashallah. Jam për mashallah. Apo Mateo, si do të pish? Po Mateo se ka problem për ty o zotri. Mateo do më shku me diskriminuar. Kam 10 gjëra të mia që i kam përballë ti. Ti Mateo ke koti e falso. Ti Mateo si vjen te gishi i vogël i këmbës. Ja terdiroja mali, terdiroja. Terdiroja mali. Për llojin që je ti për atë që përfaqëson ti. Ti s'ka asnjë krahasim me këtë djalin. Jo me këtë. Po me asnjë këtu brenda shtëpisë. Por mos u mërzit, sepse kemi arditin gati, sa të ikin mali, pa problem. Forcën as logjike, as shpirtërore të mbrosh ata që ndihen diskriminuar. Ti zotri nuk bëhet të ndrim që më tha s'ke gjak shqiptarit. Ti je falso, ti je kontradiktor me ty s'mbajnë qëndrime. Pra, je interesangjim, me atë që e meriton. Me atë që e meriton. Si barabart me tjerë, që e meriton. Lëre tani njerëz. Jo, tani. Ikën me vrap, kur flet ky ikën me vrap, nuk e kundërshtoj Rogert. Rogert, nuk ka marrë fund ta provoj parazit me ty, Rogert. Ti për mua si asushi. As më impresionon fare. Po lidhju njerëzve për interesangjim. Ti je njeriu e kësaj gjë. Ti je njeriu më i çmendur që mund të ketë kësaj gjë. Dhe shitesh sepse ke një reflekt të vetes të pashur me Mateo. Unë e kuptoj. Problemi jo me Mateo, ti nuk je nga një familje borgjese dhe ti nuk je. Ti